Rreshqitja e një masivi shkëmbor ka nxjerrë jashtë funksioni ujësjellsin që furnizon me ujë të pijshëm zonën e Emirditës. Problematika ka ndodhur në një terren mjaft të vështirë, pranë fshatit Shtungaj, vetëm pak kilometra larg burimit të ujit. Linja ujësjellse ka pësuar dëmtimin në rreth 85 metra gjatësi, ndërsa ndërhyrja për riparimin e saj aktualisht është e pamundur për shkak të terrenit të thyer malor dhe rreshqitjeve të vazhdueshme të gurve. Në këto kushte, shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve në Lezhë ka kërkuar mbështetjen e emergjencave civile, pasi riparimi kërkon përdorimin e një helikopteri dhe logjistik të specializuar për të garantuar sigurinë e punonjësve. Gjatë ditës së shtunë, falë zgjidhjeve alternative teknike, është bërë i mundur furnizimi i pjesëshëm me ujë të pijshëm i qytetit të Rreshenit. Ndërkohë, fshatrat vijojnë të jenë pa furnizim me ujë që prej ditës së premte, kur ndodhi edhe dëmtimi i linjës. Situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga autoritetet dhe ndërhyrja për riparimin e plotë pritet të nisë gjatë javës së ardhshme, në varësi të përmirësimit të kushteve në terren.